se e presim pasaj gjithsesi. Çka tha Liu që po qanë, moj PD aman. Buçi. No, Buçi. Sa Liu. Qa ka za Liu që po qanë? Se di. Vlla, shumë goditje ishte kjo e. Asu se unë në fakt drejt, në mënyrë shumë të sinqertë nuk e kuptoj fare sepse asnjëherë në 30 vite nuk ka pasur asnjë akuzë ndaj Sali Berishës. Është robi me profilin më të pastër në gjithë historinë e Shqipërisë. S'ka në një thaj. Unë në kaq vite tha nuk kam një akuzë për mua ose për familjen time ose për bashkëpunëtorët e mi. Ai është edhe vjen këta amerikanët vllaja shumë jam të li shumë, o jem pyetja nga fundi i sallës. Si e zë gjumi natën? No, se e kupton pavarësisht vrasjeve dhe të gjithave këtyre që mendojmë ne do të çfarë mund të ketë ai. Vetë ai si individ domethënë, edhe nëse si bëjmë përshtypje. E zë gjumi tash? E zë i qiro. Ai gjumi qinj. Jo gjum po. Çfarë flet? Po se kuptoj këto amerikanët të burr. Këto janë prandori, këto janë të ligjt, këto janë strumullari, këto i fusin njerëzit që të gricën me njëri tjetrin se ata nuk duan që ne të jemi të fuqishëm edhe të kemi lidera të fortë. Ne kërcënojmë ushtarakisht Amerikën, ne vetë duam i hedhim ato bombat në New York. Normale duan të na destabilizojnë. Po si e pritës, seriozisht tash, si e pritës si vendim? A e prisi ajo? Tash që unë isha jashtëzakonisht shumë i gëzuar, nuk është ndonjë çudi, po që pas çë rekord, se ishte i 15 minutat e para që isha kështu që Dagu e kanë seriozisht apo mos është meme? Se ças më vaki. Se është për klikime. U futa pasaj tu e pa të gjitha para se ta dërgoj aty pasaj DM. Shokë bu, normalisht të gjithë e dimë burr që po pra janë gjona e kuptojnë që mund të ndodhë e dini, po që do ndodhë nuk e dini. Ishte ngulitur ajo thellë që ishte pa ndeshkueshmëri bu. Është ai momenti, po pra, është ai momenti që gjithë muhabetet e tavolinës, muhabete që faktikisht dhe ne kur i diskutojmë se ke me shoqënie me kështu nuk është se nxjerr fakte ti, a kupton? E diskutojmë se kështu, po ai ka bë këtë, ai ka bë atë. Dhe krejt papritur gjithë to fjalët tona përmbledh me një tekst të nxjerr Amerika, zyrtarisht, e kupton? Pra atë pjesën pasaj që është shoku, ke pjesa e parë, domethënë ke një pjesë domethënë që kam thënë atje, që ai po të ikte valla, do ta linte thjesht të ikte, ja kish fal. Çdo ishin normal, do të kish fal. Normal mos diskutohet. Edhe ne ishin futur të gjithë në një rrymë, domethënë që aman vetëm ikë burse. Ikë fal. Po, ikë vrarë. Normalisht. Të qajnë ata rrob që i kanë pasur njerëzit e tyre, po ama vetëm ikë. Aman vetëm ikë bën çfarë duash, vetëm ikë. Diskutohet. Se fakti që ata e bën, domethënë ka i qëllim që ata e bën. Ky është pengus akoma, a kupton? Është ajo që thonë në për studio, Batoni për shembull ka thonë gati në çdo studio që lideri i Partisë Demokratike Berisha është. Edhe kjo është ty në Amerikën ta bëj këtë veprim, se në momentin që Berisha s'do ishte mos se këta thonë pse u kujtu Amerika mas 8 vjetësh, por në momentin që s'do ishte më faktor, s'do merre kush me të, por ka bë çka ka bë. Bravo i qof, doli i palam, se Nano s'ka bo pislishe, po iku Nano. Ja ti përmendim ca fjali kështu, si përhyrje Dagu që e të aparastrojmë çik çështjen, do dallojmë nga dije publike, po jo të provuar, dije publike të provuar dhe çështje parimi. Po. Tash dije publike të paprovuara janë ato që nisën pak më përpara. Duke filluar që nga skandali me Rimzi Hoxhën, para kësaj është pjesa që për të gjithë ata që mendojnë që revolucioni i dhjetorit ka qenë i sinqert të gjithë. I sinqert mund të kenë qenë si ajo protesta e studentëve tani. Ata që kanë dalë në shesh, që kanë hedhur busin, ata kanë qenë me zemër të gjithë. Ata që formuan partinë, ata ishin shitur. Ajo është thjesht ai është një pseudo revolucion. Nëse ajo nuk është e vërtetë, ajo është gënjeshtër më e madhe që na ka ndodhur. Kjo është që ne kështu e themi
E nuk e provojmë dot pavarësisht se Robi ka foto me fëmijët e Enverit, e kupton? Që unë nuk e perceptoj dot si individ që si mund të kesh ti foto me fëmijët e diktatorit pa qenë kryer komunist vet ose minimumi pjesë e bllokut. Që automatikisht e kryeministët. Aty mund të ketë një farë kështu. Prandaj thash, dije publike e fa provuar. Argumenti se thotë isha doktori më i mirë, më detyruan që të kujdesesha për fëmijët e Enverit. Në rregull. Jo si thoja do. Po jo ishte doktori më i mirë, vërtet? Po nuk e di atë. Nuk e ka nderuar në një çmim me Enveri atë. Nuk ka qenë doktori i popullit ose doktori i partisë. E do të për vete më bursi ishte më i mirë. Francezë ka pas doktorin në Enveri më valla, kur ka qenë rënd. E ke parasysh që është bërë para disa vitesh, se po dalim nga tema. Është bërë para disa vitesh një emision për pjesën e kalimit nga Enveri tek ai Ramiz Alia, domethënë edhe atje diskutuar gjithë ato çështje. Gjithsesi, iku 2. Çfarë është tjetër e paprovuar? Tjetra e paprovuar është furnizimi i makinerisë Miloševićit në liçen e Shkodrës me botët e naftës. Po. Gjithë embargos, po. Ai theu embargon, domethënë, për një arsye ose për një tjetër nga ka boll. Dy lloje e anët ose nga të gjitha anët e mundit politikës së Shqipërisë ka vendosur që gjithë secili do heshti për ata, asnjëri s'e përmend. E kupton? Për këtë s'është as më mirë se sa tjetri. Çfarë mund të ketë tjetër, Robi? Çka ka tjetër të paprovuar? 97-ën. Ajo është dije publike që është deri në një farë pikë e provuar për mendimin tim për faktin se ose ka provuar gjykata, po ato e ka provuar vetë. Sa i vet ka qenë në intervistë që ka thënë domethënë që i hidhin i lekët se është i sigurt, vet ka dalë më vonë pasaj që jo nuk dija nuk bëja. Kupton? Edhe për cilat ata rob që thon pasaj jo po mund të ishte vërtet ashtu. Okej, zotri, domethënë që ai është i paaftë. Po, e kupton? Ska, ajo e 97-s këtu del pra. Se dakord, okej, ti po shkputesh nga ky, ti nuk e kisha me qëllim të keq. Nuk kisha afera, nuk kisha. Të ndodhi më vëlla, ti ishe në krye, të ndodhi, ik. Ciao, ik. Më pafshim. Ka dalë disa persona që kanë thënë që kanë mbledhur makina ushtrie, domethënë me robë që vinin nga Duka Gjinje, nga Shkodra, që ishin për ti rënë atyre në të shkretëve me presh në Vlorë, që thoshin e morë të berisë. E ke parasysh? Gjithë e din, nuk merret njëri të provoj. Ata dy pilotët që ulën në Itali, e kupton? Po. Gjithë e din, nuk merret njëri të provoj. Çështja e Grdecit. Të gjithë e din, edhe e provuar është sepse në çdo lloj krimi bridhë, që nga të vjedhësh i çokoladë në dyqan deri në masakra, domethënë, minuti i parë pas krimit është për një detektiv për shemb më e rëndësishme. Absolutisht 6 milion % më e rëndësishme. Direkt pasi ka ndodhur, Fatmir Mediu ka bërë një bisedë rreth 30 minutash në telefon me të pirin e Sali Berishës. Po. Tani çdo lloj individi që është palë tash nga këto të Saliut, se nuk po e quajmë atë PD, se ai ka dalë si individ më vetë tash, se është idhull, ai është kult individi. Çdo rob që është në anën e atij, domethënë thotë më çat keq e ka, robi mund të flasë me këtë doj. E kupton që është komplet absurde kur ta mendosh që ka vdekur ai shumë njerëz, domethënë edhe ti thonë që okay, më vllai. Edhe kur vdesin robë dhe kur ndodh ajo që nuk duhet ndodhte, domethënë, robi kujt në intereson se është ministri i mbrojtjes. Ai mund të flasë me këtë dorë. Një e dyta, tani ngjarje me të ndodh ty Gërdeci, hiqe ezim se s'ndodhi në 97-ta. Ndodhi Gërdeci. O vlla, është i përgjegjësi morale që ti ke faj, je pjesë, ti më vlla ma përgjegjësi, tani kush ma përgjegjësi? Ti që je kryetar shteti më burri dhe jot. Është si me të thonë ty me të bë kot i paralelizëm. Ma leti mu shpintate tani, ike ti në Shqipëri, po ma le mu. Do jetoj unë këtu. Mu mbjej zjarë këtu, e vlla. Pa dashje. Si shpërtheu Gërdeci, se Gërdeci nuk e shpërthyn vetë, pa dashje. Moralisht jam unë përgjegjës, më. Ai zjarë mund të kishte radhë, po të ishe ti në shpitate, do ishe ti përgjegjës për shpintate. Në momenti që e ka marrë unë, po rri me qera, po rri ku t'i gjonë, ke lon ti,
1 muaj, jam unë automatikisht përgjegjësi. Nga ana morale jam unë nuk e ruaj dot me shpinën. Jo vlla, po, nuk ta bëna me qëllim, si avuna zjarrin, mëra zjarri, ama dëmet do dalun, do të më shpërblej, do jem unë përgjegjësi. Jo më tani flasim 30 viktima, sa viktima janë aty. Tani një përgjegjësi morale e kemë vlla. Mirë, kjo tani se do të thësh aksidenti ti, do të ndodhi aksident. Ndodhi, kjo aksident. Mos ka që ngjarje më vogël në përmasa, po më e rënd në perceptimin publik edhe unë personalisht unë nuk jam me atë mendimit, po është kështu që është moralisht di si kjo është më e rënd. E kupton? Pavarësisht se mua nuk më pëlqen. Tani themi të shembull asaj shtëpisë, si po thotë. Tash ti vjen robi në shtëpi, edhe vdes. E kupton? Me arthi tash me të bë drekën në ty ti jesh ti një me pozicion sa lloje të vogël, domethënë të gjej diçka aty, domethënë ti ikesh në spital, normalisht do vi prokurori ose do ti të marrin në pyetje, o vlla çaj dhe për të ngrënë. Ço po. E kupton? Po. Atëherë në derë më vlla. E kupton? Ti je individi, ti je zoti i shtëpisë, ti je trungu i shtëpisë. Po, aty ndodhi. E kupton? Si më vlla? Jo vetëm që nuk u thirr. Po, as nuk u përfol fare, po thirr. Janë fut generale, pra janë fut ku dëgjon ushtar, se çfarë. Po general ti groposje, e ushtria në atë punën e Kdecit normalisht që ka pasur ndarje. To kanë qenë disa tipa që kanë ardhur filmën se edhe ata vet nuk i bënin dot. Ata dënuan generalet e tjerë, po. Atyre që si janë përfshirë në atë, domethënë. Mund të kenë pasur atë një lloj. Këto janë nga ana e ligjit, nga ana kështu unë s'po them, nuk po i hyj asaj pjese se absolutisht e mendoj që ai është aq i zgjut sa nuk e ka përly direkt emrin e tij. Ama në mënyrë indirekte, nga ana morale, prandaj këm ngul kësaj pjese, ti më vlla je përgjegjës moralisht. A kupton? Sado ti, ore mund mos ketë pas faj fare, më marrim me ato përqind rasti që ky s'ka pas gisht fare. Qoftë 21 janar ata të gardës kanë shti me mendjen e vet, qoftë ngërdet e ka bë me diu me çunën e vet, ky s'ditë gjë. Ky po e marr kështu më të mirë qen. Ky është ëngjëll, nuk ka ditë asnjë gjë. Tani ti je kryetar shteti, unë kujt do të drejtoj? Për çfarë vjen kryetar në shtetit unë që po në dëgjoj mirë naton e merr ti përgjegjësinë si të mirë, ti e merr. Ty t'i jap meritat. Liberalizim në vizave. E merr ti përgjegjësinë, ty t'i jap meritat. Pavarësisht se për atë punojnë njerëz tjerë, mund të jetë politike, do vet NATO ja me të. S'ka lidhje kur. Tjetër gjë, ty t'i jap meritat më vëlla, se ti je ai që përfaqëson. Po. Dhe në momentin që ty të ndodh një skandal i tillë, ti je që merr meritat. Po. Tani dhe peshorja nuk ka kur je kryetar shteti, nuk është peshorja me i matë gjona tani hajde masim ka bë më shumë mirë apo më shumë keq. Ti mund bësh 100 gjona mirë në momentin që ndodh një fatkeqësi me viktima, popullsi e thjesht, s'ka nevojë për peshore. Ti jep dorëheqjen, largohesh, nuk është punë këtu, hajde krahasojmë kush është më e mirë, kush është më e keqe. Aty është ka pas lidera shteti kanë bë 1000 reforma të mira, një skandal që ju ka dalë, mirëpafshim. Po ky që prandaj po të them atë pjesën që nuk justifikohet me atë pjesën e komunizmit që ka qenë doktori mirë. Ai me atë frymën komuniste drejton ata. Se po ti vesh që ata pleqtë më thënë që mezi mbahen tek ai Shkopja akoma thon, bëri elektricitetin, thotë solli dritat e veri. Apo kishin rob të hanin gjithë. Po ja gjejnë po. Ata rob nuk i kanë parasysh domethënë sa veta kanë punuar, sa janë internuar, sa janë marr pronat edhe jo vetëm që nuk janë trajtuar si individë të tjerë, të paktën të kishin një fet buke, po edhe një çerek mezi e kanë marr. Jo, ai shef vetëm këtë pjesën çka ka bë. Ai shef gjithmonë, po tani për ta shohësh ashtu. Edhe Hitleri ka qenë buri mirë më rreth që tani do ka bëj autoban. Jo, po ta marrin gjermanët vet për veten e tyre. Ashtu ka qenë rregull. Si me logjikën që kanë këta domethënë që bën ka të mira, po shohin mirat aty mbaron çaj që. Plus se pastaj nuk janë përmendur të fare, jashtë natë as atë.
Se ajo është geopolitik, geopolitik, nuk e bën politika e brendshme. Po hajde po them, po ja japim, po okay më në rregull, ai do marrë merita, do i ka qellu fati, vlla ti jet aty kryeministër kur u ndodhi. Kjo i merr. Hajde po ja quaj. Automatikisht. Tash do ditë çatë kjo pjesa e 90-s kur erdhi demokracia. Du të pyesë vlla, gjem një person, ku dëgjon në komente mos njohin këto ndjekësit tan, këto të shumtit që kemi ne. Një person që ka jetu kohën e komunizmit, që e di ka qenë çik i lidhur me politikën, më kështu, si shpjegohet që asnjë ish lider komunist, jo Enveri, po ndaj tjetër, diku nuk është dënuar më vëlla për krimet e komunizmit. Nuk kush është më përmend një person që është dënuar. Nëse tani vjen demokracia me rebelizëm, me protesta, me kështu, gjoja parë që bëhet ti ata që kanë drejtuar komunizëm do i dënosh më vëlla. Minimumi. Ceaușescu e vran bashkë me gruan, e pushkatun. Minimumi duhet i dënosh. Ti tani asnjë dënon. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që s'ke ardhur pra me rebelizëm, s'ke ardhur me forcë. I vend, është pseudo-rebelizëm. Ke nënshkruar atje, ke bën një amnisti dhe do i falësh. Që këtu nis problemi. Kush është më vëlla i dënuar? Dalin të flasin këta që dalin në për studio, po ti je komunist, ti je kështu. Po kush është një ish komunist që është dënuar që është në burg? Në burg për krime dënoheshin generalët nazist 90 vjet që i merrshin ata në për gjykata i dënonin më. Çncikasa është 90 e ledhe burgim shtëpie. Çncika është ideja e ndëshkueshmërisë, po, që nuk harrohet ajo. Normalisht të burë Masadi i kanë ndjekur ato generalët e Hitlerit deri në Argjentinë të gjithë deri sa filma ne që janë kap. Jo, fakte gjëna. Po, filmat bazuar në realitet, diskutohet. Po kjo e di kush ka kontribuar shumë për këtë faktin që nuk është dënuar asnjëri, është pjesa që e gjithë klasa intelektuale ka qenë njerëzisht shumë e përfshirë, sepse në Shqipëri ka zgjatur shumë diktatura, kupton? Nuk ka qenë si në Poloni ose si në Çeki, kupton? Ata kanë pasur kohë më të shkurtër, edhe ata kanë pasur edhe një çik më shumë frymë revolucionare, më lidhje sovietike, kupton? Kështu që ata pavarësisht se kanë qenë komunistë, kanë pasur edhe një bazë të vetëm, domethënë që shikoj, ne duam të jemi komunistë, po në një 5% duhet të jemi komunistë edhe pa Rusin, domethënë jo, e ka pasur atë frymë. Kurse ne ishim kështu, ne do i bëjmë sipas librit, e kupton? Ne do ndiqnim Karl Marxin edhe Engelsin. Dakor, janë gjerman që kanë shkruar një libër për qefin e tyre, fantashkencë, në atë kohë. Ashtu i tege aty. Nuk se kuptoj valla që vetë ata që e kanë shkruar se kanë provuar ndonjëherë, se kanë bërë ndonjëherë. Çfarë do të thonë kjo? A nuk do të thonë që është gabim? Ja ta provojmë ne, ja vëmë ne në praktikë. Ne jemi normalisht, ne jemi më të aftë të gjithë. Edhe këto ja, sa ka, ai ka shumë në shpatë valla. Edhe tani kur problemi i madh është ai kishte atë periudhën e angranimit vetëm, thënë, kishte shkëlqimin në vitin 2005, tani është rënja e Shokut Sall. E kupton? Po problemi i rënjes Shokut Sall që kjo pjesë më ashtu më duket më interesante për të diskutuar dhe më e vlefshme është çfarë do bëj partia tani. PD-ja, kupton? Kjo është gjë që na intereson, nëse ne jemi njerëz që duam opozitë fuqishme. Ne nuk duam që të Rama 30 ca vjet në pushtet, a kupton? Duam që mas 4 vjetësh të ketë ndryshim. Momentin që ti distancohu më shpirt, distanconi më vlla. Ore mos thuj absolutisht jam shumë dakord se dëgjum kullurin për shembull, që e pam bash. Jam shumë dakord, ke respekt për Salën. Sala të ka marrë ke bashkë qeverisë me Salën. Nuk je bukshkel. Sigurisht më thëmë. Unë s'po them, të dalës tush Sala është me i keqë shu. Ore dalës tush, unë Salën e kam mik. Unë për mu Sala është ka bë më shumë të mira se të këqija. Ka pas defektet e veta, po unë e respektoj në maksimum. Ama, në këtë moment që jemi, do të distancohemi vlla. Ose nuk do distancohemi, po do bëhemi Hamasi, do dalim parti kundra Amerikës, edhe të shohim sa ndoshta mund të marrin dhe më shumë mbështetje më. Unë se di, ama merr një vendim. Për mua i duri është distancimi, sa ai është aq i fortë sa ai. Ai mbështetje po ta kishte mirë me Elvis Naçi, po se ka. Ai është aq i fortë sa ai vetveten. Nuk ka nevojë ai tani
bashkë me rënjën e vet marri dhe gjithë këta që dalin nëpër studio, del në studio ai dhe ai nuk e thot eksplicit që shikome, se Amerika është manipulatore. Amerika këtë gjë ka bë me Bin Ladenin, me Saddam Husseinin, me X-in, me Y-in. Dhe është manipulatore dhe këto që thot Amerika s'janë vërteta. Ditë thuje këtë gjë, edhe absolutisht të legjitimohet ajo mbrojtja që do i bësh Saliu. Po në momentin që ti thu Amerika është albitër, Amerika na ka ndihmu, unë jam pro-amerikan. Amerika është pro Berishës, Berisha është pro-amerikan. Amerika ka marrë Berishën këtu. Amerika në 2009 ka thonë kështu. Por, kjo që thot tani Amerika nuk vlen sepse ka handicap. Ka handicap. E pse si thosh ai? Deklarata e Berishës është perfekte, ndërsa deklarata e Blinkenit kanë handicap. Po këto janë po tani se ti duhet mendosh afat gjatë më shpirt. Mas 4 vjetësh ke zgjedhjet prapë. Ti në momentin që vazhdon po me këtë retorik, as se ke kuptu nuk ke me ardhë në herë, nuk të ngjon populli, nuk të do më vlla, nuk qa janë këto që thu. Po, ai me atë frymëzën, ose ai është kafsh, ai nuk kualifikohet si qenie humane, sepse edhe mbasi ato çadrat e toj kishte mbajtur gjitha, e tha vetë. Këtë gjuartin ai herë futet Sali Berisha në çadrat, Sali Berisha është i rrugëve. Normal, është i rrugëve është. Ai është qenë zagar për jashtë dhëmët. Ta hahet në dy nga këmbët. Kupton? Po, unë po them tani kjo fryma re pra. Se ky kulluri përfaqëson këtë frymën që ti ki basha të vim ne. Unë s'po them që do vi ky, po një X person që ky është pro dhe do vinë si frymë re. Ti tani vjen si frymë re. Po vazhdon po me të njëjtën rrugë. Me të njëjtat koncepte. I ka zhytur ai të gjithë politikë. Ai ka zhytur të gjithë, ata janë të gjithë lyer me atë vajgurin, domethënë që nëse më flak njëri, marrin flak të gjithë ata. Po. Kështu që ata janë si Shkopin e Skënderbeut, janë të fortë vetëm kur janë bashkë, vetëm ashtu mund të dalim, edhe ashtu do e zhysin ata, kupton? Ashtu do e zhysin ata, të gjithë ata që mendojnë, po mua s'më intereson njëri fare nga këta, që vinë që ftojnë për studio, kupton se kjo është thjesht nga niveli gazetaresc, jashtëzakonisht shumë i ulët kur ti merresh flet për një debat dhe është fton palë. Ajo është mangësi profesionale. Nga aja të bëja, kupton? Ata mund ta bësh një emision nga 10, jo 9 nga 10. Po. E kupton? Ti për këtë merr persona që mundësisht mos të kenë involvime, pavarësisht se kjo në Shqipëri është zakonisht më e pamundur. Jo, po ke Soliani. Po marrë. Nuk ka involvime se në pjesën e korrupsionit, minimit demokracisë, këto ai ka qenë 15 vjeç. Kur ka qeverisat. Edhe figurë publike ka që ka si Basha, më thonë. Po. Pavarësisht se ti kanë. Ai po e mbrojti vlla, aty pastaj ja bëj hallall. Atëherë këta janë që të gjithë kështu, ja ky i ka lidh shumë elitar dhe i viz. Po e mbrojti një figurë aty, po figura si këta normalisht që do e mbrojnë. Që dilte pjesa domethënë kjo është rrezikshmëria më e madhe se në qoftë se vendos ajo si PD domethënë se aliane si Grida çano që kanë këtë fan base-in e kanë të ri. Domethënë këto po ti shikosh edhe mënyrën se si çfarë postojnë sa nxjerrin në përjetë edhe Grida dhe Saliani. Janë zakonisht rob shumë trinj, e kupton? Po. Unë nuk duan merren fare me ta, se ta nuk ja vlen askon, e kupton? Se ta janë ato që kanë marrë gjithë ardhmën në qafë, e kupton? Atyre do i dalin hakat një herë tjetër, po. Ta që janë të rinë, qofse edhe këta i vjen pala atje, çan ndodh aku. E zëm se Saliani ka një influencë prej 5000 deri në 10000 veta, e kupton? Po. Ta kesh të sigurt që nëse ai vihet, ajo nuk ka rëndësi emri, do të thjesht nga frymëre, vihet në pozicionin e këtij, domethënë, ata të rinë nuk është se janë jashtëzakonisht si unë, nuk është se janë jashtëzakonisht në atë lloj kapaciteti që ta ndaj domethënë që ore. E kupton? Çfarë po bën ky vëlla? Jo, do e lëm sa. Jo, unë e kam ndjekur. Unë kam 8 vite që e ndjek atë. Unë besoj si njëri, mund të bëj diçka vëlla, ku punon në Kors për shembull. Unë nuk e kam ide, se nuk kam lexuar për atë pjesën, por e zëm se ai ka bërë 10 gjëra të mira. Po si figurë të pëlqen, të tërheq. E në rastin që se kjo është më e rrezikshme. Persona që nuk janë aq shumë të pisët, që janë shumë të pastër, e kupton? Nëse edhe ta bën pal ai individi që suporton thotë kjo, dalë vëlla, se ky gjatë gjithë kohës ka bërë gjëra të mira. Gjëra të bukura. Edhe kësa radhë duhet këtë që gjeti këtë që lojti mend. Ky është një version. E kupton? Kjo është me rrezikshme. Kjo nuk do të ndodhi asnjëherë dhe prandaj ajo domethënë deklarata që kishte dhënë ai Rozin Basha, kështu që si isha as mish as pesh, domethënë që si e përmendën atë, është zakonisht shumë e rrezikshme vëllai, e kupton se. E para fare
ti thjesht e konsolidove të gjithë atë shprehje që ka thënë çdo individ, që ti je Zagari Saliu dolla, që Saliu ka qenë kryetari i partisë. Në momentin që ti nuk dhe as ashtu as kështu, ti ja vërtetove çdo lloj personi. Atë shprehje, kupton? Ajo deklarata Bashës mas deklaratës Blinkenit, ajo s'ka nevojë më fol për Bashën, domethënë çka ka bë 8 vjet, çka ka bë, ajo e përmbledh. Paragrafi i parë, Sala është idhulli im, paragrafi 2, Amerika është idhulli im, edhe në fund me respekt Lulzim Bashë. Se mbajmën cili individ e tha atë. Kanë thënë një pjesë daku që, okej, mos ju vi kundër Salës. Thjesht për çështje teknike, thjesht largohen nga grupi demokratik. E lërë si deputet i pavarur. Po, më vëlla. E kupton, sa atë ti mund ta heqësh nga Partia Demokratike, po mandatin se ai çdo ti se e ka zgjedhur populli fundi a fundit, e kupton? Absolutisht. Pak rëndësi ka. Ja vendimin atij. E kupton? Ta marrë ai përsi. Idhja atij. Po, bravo. Kaloja përgjegjësinë atij dhe të luaj ai me topin. Po tani ka dy gjona vëlla, se një marr rastin e Salianit. Tani këto ose kam frikë nga Sala, frikë vëlla. Kam frikë unë. Ose mund të jetë kjo, një, ose mund të jetë e dyta që kanë këtë përshtypjen që dhe ato mbështetës që kanë, shumë marrim ka 10.000 mbështetës Saliani si figurë, ato mbështetës mbështesin Salën dhe me Salën personifikojnë dhe Salianin. Dhe në momentin që Saliani mund t'i dali kundra Salës, do i ikin. Kanë pak vetbesim. Kjo thjesht e përkesion që është. E pra, këto mund të kenë dhe vetbesim të ulët në sensin që prit se po dola kundra Salës, unë mos më ikin dhe mbështetësit që kemi, a kupton? Nuk kanë atë vetbesimin vete që jo më vlla se ka frymë të re që e do Partinë Demokratike, nuk e çap bythën për Salën. Ka koha Salës. Të mbështeti si ty. Të do. Ki më vlla vetbesim, të do ty, të mbështet ty për parimet që ke ti, për çfarë përfaqëson ti tani, për një frymë të re. Jo se po dole kundra Salës ti, o se mos mikin, mos ndalin kundra. Ose mund të kenë atë frikën tjetër, frikën e frenave, si ti e normalisht. Mund të jetë ajo. Ajo në qëse është ajo e para është e ti, do me thënë, ajo është akoma më keq pasaj, se aty, ajo pasaj do të thotë që edhe ta që reklamohen si frymë e re, në fakt nuk janë frymë e re. Deri në një farë pikë ti, Dagu, ato nuk është se janë frymë e re vërtet, do me thënë, se e dim shumë mirë çka ka bërë pse ato, po kjo është ato para 1-2 vitesh që doli ai kulti i Edi Ramës, se thonë Skënderbeu edhe kështu. Normalisht tani ai është në pushtet, ai është defensive mode. Kupton, ai tani është po mbron atë që ka, atë që ka, në resurset i ka më të mëdha, ai e gjithë. Tani ti si opozit, tu cilësh visit. Ti nuk mund të bësh të njëjtën lloj fushate si në kohë zgjedhje, si në kohë normale që bën fushatën e vet opozita për të nxjerrë atë. Nuk mund të ndihesh që shkoj Luli, kupton? Shikoni Luli. Luli. Tamam. Kush risi ai? S'është. Për një rob që mendon drejt, që nuk ka bindje as partijake nga ana si ekonomike, si sociale, edhe në realitetin e Shqipërisë. As djetha as majta, ashtu që tani unë nuk do heq një ram të ve ramën tjetër. Normal. E kupton? Normal. Në qoftë se ata thoshin që vërtet ose SPD-ja ka fytyra e treja, gjitha para fare janë gjithë brutalisht skartë, domethënë se nuk është asnjëri i vlefshëm, po si jemi si ky në qoftë se Skënderbeu ky për ne. Pikërisht pra. Son këta për kët. Po pra, dilti direkt. Jemi diçka tjetër. Votoni Salianin. Ajo peti e burrë që Lulzim Basha kishte hedhur vetëm në Facebook lek, domethënë pothuajse sa dyfishi që ishte për Partinë Demokratike si tërësi. E kupton se ti po heq një figurë dhe po vë një figurë tjetër. Ky nuk është ndryshim për Shqipërinë. E kupton? Jo, pjesë ndrysh. Kjo është, di si është kjo se mund pëlqet i bëj këto krahasime, me që futboll kam lyt vet. E the ta monti, Rama është defensive mode. Një ekip futbolli tani që po lun mbrojtje. S'është në avantazh. Ti ke topin, ti sulmon. Momenti që ti sulmon dhe vazhdon bën lojën që bën ata rrim mbrojtje. Bo pasa. Nuk vertikalizo, nuk futesh, nuk ke risi të reja, nuk sulmon. Nuk ju gje boshliqe dhe të fut tibi kot, me i vrim. Me atë vrimën e tyne, krimi banda, droga, vazhdo sulmon nga e djathta, futboll për shembull, ne, vazhdo ti sulmon aty ku ata kanë, ti e shef që aty s'do bësh dot gol, aty vazhdo sulmon. Po gjithë jetën, le talent,
Basha është si ai individi, domethënë që është shumë përpara, është afër portës, po është i rrethuar nga katër mbrojtës në gjitha kohën. Edhe në vend që ta hapësh lojën në të gjithë fushën. Po tash po vazhdon luaj aty. Ata e vazhdojnë ja luajnë bashkë. Këta të ekipit kundërshtar ta bëjnë Kastile ty që i jepi ato topin këtij, se këtë e markojmë ne. Edhe jo 12 vjet. Çfarë thotim? Edhe 32 vjet. Që edhe pse ajo është tashmë fakt që ai jo vetëm që s'bën gol, po ai nuk arrin dot as topin. Ai tani as topi si shko, po. Çuditshme është, e çuditshme se ja këtë që ndodhi me Salën, këta mund ta kishin përdor, mund ta kthenin, si më thon, në pozitive për veten e tyre. Do të ishte një sinjal që ti mund ta përdorësh politikisht për të rrit veten. Kur e diskutuam atë para 2-3 ditësh nuk ishte i mendimit që ky ishte një sinjal, se unë jam i mendimit. Jo, dakor, unë them është sinjal që këta të bëjnë për mua. Ajo që duhet bëhet është që Sala të shkëputet vetë. Se Sala e di shumë mirë që këta, nëse Sala nuk merr një qendrim që shikojmë po largohen, që ta pastor, e di shumë mirë që këta nuk e bëjnë dot. Pa dëshirën e Salës. Po duhet ta bëjnë ata apo tani në çfarë? Se bëjnë pra dot tani. Po duhet të nëse duan të ecin përpara ata duhet ta bëjnë apo. Kur e shikon ai, kë parti në një krim të dali vetë nga molla? Se si vetëm ti e debil ai dalin nga molla, ai aty do haj, do pi, do ri, aty e ka shpinën vet. Kot nuk i spërkat babi me edhe që si dhe ullin, po s'vejet. Edhe ati edhe kur i vete për t'i shitur ti, bërë ata arke ullin e kupton. Po të jeti krimur të bje të shimi, se blejeri. Ose s'ta merë fare. Po mi bërë ne po flasëm tani i heshin. Ore jetë akord me këtë pjesë që realiteti, nëse nuk thot vet ai. Jo, ai s'po thua ti është parim. Dakor, pra, nëse nuk thot vet ai, që shiko, unë do shkëputem, që unë të mytem, po mos të mysë me vete edhe një parti të tërë, unë do shkëputem. Këta nuk e bëjnë kurrë. Po mirë ta se ai nuk është thjesht një krim i vogël, ai është krye krim. Ai po u zhyt dhe molla. E kupton? Prandaj po them, ai që thua ti është parim, është njerëz zakonisht të qartë që ndron, po ne nuk kemi Gjermani. Ne Gjermani jemi, po nuk po flasim për Gjermani. Ideja është se këta duhet ta nxjerrin në plak. Kupton? Kam parë një emision të atij Sir David Attenborough që bën ato emisionet me kafshë. Po tonë planete. Edhe çfarë thoshin që ishte në antilopa kur sëmoi nga luanët, domethënë, ishte dëmtuar, ai kishin plagosur luanët te kofsha. Edhe tani një nga tjetër nga tufa i turet, e ta përprisin gjithë me kamerë, gjysmë një diture i luanit, ai gjuan atë tjetrin. Antilopën tjetër. Po. Domethënë, me fjalën që merreni hajeni këto që të ikim ne të tjerët. E marrësh. Të duhet bëj PD. Të duhet bëj merreni. Iku, distancë. Dako ai nuk ka për të distancuar, ne flasim në realitetin që Shqipëria nuk distancohet, nuk është idiot. Kupton? Ai mund të qenë birçani, mund të jetë është verja e emin çat duash ti. Vetëm budallasa është. E kupton? Po ti ishte budallaj me gjithë ato që ka bërë, domethënë hyn do kishte larguar shumë përpara. Ai nuk largohet dot, aty që i cënohet ekzistenca. Qofse ai nuk ka asnjë lloj mbrojtje, asnjë lloj ndikimi. Po mi pra unë tani se ne diskutojmë këtë pse ja bën këta mas 8 vitesh. Unë besoj se politika është kurvë vëlla, e themi ne, trosh fare. Unë besoj që këta edhe amerikanët, kushdo që e ka marrë këtë vendim, kushdo që është mbrapa, këti do i kenë ofruar një lloj marrëveshjeje përpara. Se kështu e bëjnë këta. Në sensin ofru marrëveshje, në sensin që shiko se ne për ty dim këtë gjë. Kështu që shkëputu do i kenë dhënë në një lloj ultimatumi. Ke parasysh jo këto ultimatumet që thot ai, unë mbroj Kosovën, këta donin me coptu kufit, dola unë heroj, Isa Boletini, edhe pranem jam vu. Jo këto, jam dhënë ultimatume vëlla shkëputu nga Basha, shkëputu nga PD-ja. Ky prap s'ka pranu. Ora ku tani? Ku i çi ky dhe gjithë këtë guxim më burrë dhe jo. A kupton se për sa kohë erdhi ky moment që këta dolën deklarat, mas një momenti fshihen shumë gjona, se nuk u quaj kot 3 natës se ata nxjerrim këtë Twitter nxirre. Ka qenë shumë edhe diskutuar atë. Ata besoj është marrë më përpara dhe besoj kanë bë tentativa se ata nuk duan ta zgjidhin me sherr kur i thon muhabetin.
S'kam se ta zgjidhësh. A kupton, bravo. Normalisht. Ata munohen të vinë thonë o vllai dashur, shiko, do ikësh vet apo do të heqim me të keq. Kurse unë s'mendoj këtë. Principisht vetë mendimi im subjektiv dhe nacional është që ky është nuk ka lidhje me Sali Berishën fare, Sali Berisha është ai kurbani, domethënë. Për mendimin tim 90% ose 80% jam ik Basha se s'kemë mbështetje, dhe 20% është ajo që the ti, domethënë që Basha largohu. Domethënë shkëputu nga Sala. Po unë prapë qëndroj anës time, domethënë dhe mbroj titjen tënde dhe mbroj unë time. Unë jam mesazh darku që Luli ti japre pjesë e principatës. Sala të lindi, kur I thonë që të nxori nga atje ku ishte të dha post. Sala të rriti, ministri transporti, ministër mbrojtje apo ministri i brendshëm çka ka qenë? E kupton? Po. Sala të nxori në jetë, të dha atë në shkollën e lartë, domethënë që na çuan e prindërit tanë që e bëri kryetar partie. Iktash, ti gjatë gjithë kohës ke kaq vit domethënë, duke hecur ti akoma me atë fuqinë e principatës, nuk funksionoi. Nuk funksionoi iku kjo. Kupton? Duhet të jesh person si individ. Ora se Rama mund të jetë çempi qeni, kupton? Na shumë, po. Nuk ka si ndan Rama. Në Ramën. Ai e ka sjell që me mori bëri ministri i kulturës domethënë. Pastaj po. Ai ishte mjaftueshëm psikopat në kuptimin politik të fjalës, domethënë se ta bënte vetë vendin vetes. Lule nuk isha asnjë gjë, ai të ftorim të shtrenjtë, flasim drejt. Absolut. Ktu jam. Edhe ata I thon tash shifë daku. Ne si arbitër ti na ke futur në aq lloj pozite të keqe ne. Aq të këqij jeni bërë ju sa ne edhe pse jeni opozit nuk ju mbështesim dot, që në çdo vend të botës Amerika mbështet opozitën. Domethënë jeni në atë lloj skamje ju si opozitë, domethënë që ne jemi gatshëm të luajmë top me ata. E kuptoj. Se sa ti marrim ju vendoj. Aq aty keni. Unë e di pse se shoh. Unë besoj këta nuk kanë gjë, këta e duan Bashën o vëlla. Se fundit ta marrim kështu. Amerika do stabilitet o vëlla, demokracie. Do që të bashkunoj qeveria me opozitën me kështu. Dhe Basha si figurë për këta, Basha është plastelina vëlla. Do të thënë ai, unë përfaqësoja unë Amerikën tani. Po e marrim. Momenti që unë du në Shqipëri du stabilitet. Du që Rama me opozitën të bashkunoj, të hecin përpara të bën reforma gjona. Unë e kam garant Bashën që e bë këtë gjë. E kam garant vëlla. Të ketë boça. E kam garant, po tipi, personi, duket ai. Momentin që unë I shkëpus ti Salën, që është ai që tërheq marionetat aty te PD-ja, ky pasaj bë çati them unë. S'diskutohet. Pse duhet I e kupton nga kjo, okay. Po, pse duhet I hyj unë them me vete unë tani një halli tjetër që të heq Berishën, të heq dhe Bashën, të vi tjetër ku e di unë ky tjetri. T'ja gjej unë hënën këti, am një gjo mua jo. Bashën ta e kam të sigurt, Bashën nuk kanë që kundra Bashën, se Basha po t'i thonë të bëj këtë gjo, e bë. Nuk o Basha si Berisha. Nuk o. Nuk e kisha menduar kështu. A kupton, Berisha mund t'jetë si t'jetë, ama Berisha është I fort, ka kokën e vet. Nuk e detyro do të Berishën, sidomos kur është në opozitë, se kur është qeveri edhe mund pranoj për hir të pushtetit. Kur është në opozitë se detyro do të bëj gjona që të ketë stabilitet vendi. Jo, ka kokën e vet. Bashën po, momenti që I shkëput Berishën. Me këtë logjike shohun që ata thonë shkëputu të ti rri, s'ka problem. Edhe ty ti dimër çka ke bë, çka ke, çka s'ke. Edhe Ramës ja din këta. Unë s'po them Rama është ëngjëlli ose nanës, pse nuk ja din, gjithëve ja u din. Rama Ikolla, e la kapelën atje tha, mirë po. Ha dëshnet, ai e boni si burra. Këto të gjithëve ja u din. Po për sa kohë ti je akoma I vlefshëm për ta, që të bësh reforma, të eci vendin përpara, dhe në fund kur marrojnë reformat, edhe Ramës do I thonë, tani do zgjedhje do I humësh ti, do shkëputesh. Shkëputet ai, nuk janë nxjerrin ndonjëherë. S'ka arsye. Është në sensin po ta marrësh banal fare, unë të përdor. Për sa kohë kam si banale, ne ja lejoj vetes tash valla, asti si përfshirë asuncion. Po, ne marrim muhabet, se ne I bëjmë të muhabet si në kafene valla, si flasim ne me njëri tjetrin. Unë në sensin që unë të përdor, është si me një vrasës me pagesë, më burr. Me një sikario, me një që kry krime për ty ose kry gjona për ty, po marrim rastin që Amerika
Është e liga. Marrim rastin si po e bëjnë këta të PD-s tani. Momenti që ti kryj gjona për mua dhe unë them shiko kaq, do shkëputesh tani, do t'jap identitet fshet, do ikësh, do zhdukesh. Ikën ti zhdukesh, unë s'kam më punë me ty. Momentin ti vazhdon rri dhe je rrezik automatikisht. Pse morë të tjetrin ditës në morë mua prapë. Normal. Ti je rrezik për mua. Ti vazhdon rri këmbgul aty, do destabilitet, jo po kështu, jo po ashtu dil, boj kët digje venin, krimi, armët, merrni sfurçet thot ai tjetri, këto budalliqe nuk do ajo më. Çfarë flet thot? Unë ti kam, ty ti nxjerr. Edhe për bashën, pra ne them unë, ja kanë, ja kështu, s'ka problem. Për sa kohë ti zbato urdhrat ton, s'ke mas kët krimbin me të kalb mrena, jem rregull ti. Do vish në qeveri, do cilëm qeveri, do bësh aq vite sa do bësh, do ikësh shnet. Marove. Ky krimbi, ky që s'ikën, ky është i vetmi. 30 vjet nuk ikën ky më vëlla. Vetëm kjo mënyrë ishte për ta largu dhe prap e besi thot, do e dyfishoj. Unë tha se ishte për dyfishim, thot. Më dha një shprehje më në WhatsApp, kur flisja domethënë shokun ton që ka kandiduar Grand Shea, domethënë. Edhe ndryshe nga ishin diskutuar ne që e fiton apo jo. Pyetjesisht parashtrimi ishte që nuk jemi sigurt të ka bërë për të shpërndar votat që janë kundër Bashës apo do të kandidojë vërtet. Tash ti si mendon se unë deri në pjesën që më tha nuk e kisha menduar, edhe gjëja që unë thash ishte që do isha jashtëzakonisht shumë i zgënjur që do e ketë bëu për të mbrojtur Bashën. Po, e kuptoj. Ne për dëshira ime, e kupton, është thjesht dëshira ime, nuk i intereson asnjë. Ne për Agronin, që ta dinë dhe këto që po dëgjojnë, ne konsideratat më të larta kena pas. E kemi pa dhe në emisione dhe si figurë dhe si kështu është një nga ato ai është frymë e re. Po unë nëse ai e fiton aku jam i pari. Që do ikë ta votoj. Absolutisht do bëj fushat, do postoj në Instagram, në Facebook, në gjithë. Është tipike figurë e pastër e re plus entrepreneurship plak. Ai është sipërmarrës, e kupton? Ai ka treguar që nga zero në kuptimin matematik të fjalës nuk e ka nisur, por me aq pak sa e ka nisur ka arritur diçka. Është më thoni i rraf, i vërtetuar. Është i rraf me vaje me udhë. Tani, dalim te pjesa ta gjykojmë unë s'du të bëhem kështu konspirativ. S'jam as tipi, po në këtë rast ai e di shumë mirë që nuk fiton. Tani kjo është deprimëm kjo është kështu e bardha e zeza me të bardhë. Ai e di shumë, aq më tepër ky do i bëj zgjedhje të kam gjuhë mrena mujit, që do i bëj super shpejt, që ti nuk ke kohë as të mbledhësh atë pjesën që do të votoj ty, as të bësh fushat as i gjë. Një, e dyta, në momentin që ky do kandidoj prap, e kena diskutuar në këtë pjesë, po kandidoj Basha prap, jo Agron Shea, po të vi aty, nuk e di më thuj figurë ty Bexhet Pacollit vi. Nuk fiton. Sepse ata që do votojnë te PD-ja janë njerëz që ky i kanë një influencë. Unë Bleonin e fus pari në listë, në Durrës. Bleoni dhe ka nën vete 100 antar tjerë të PD-s. Kë do votojnë këta? Kë do votojnë këta më? Ata që s'do e votonin i nxorrin nga listë. Kë do, po normal. Kë do votojnë, domethënë dihet. Domethënë Agron Shea dihet që ka tunë. Kjo më çon të mendoj që mund të ketë bërë këtë gjë që the ti, më marr vota tani dhe ta bëj garën, më ma than. Po, edhe ta bëj garën të duket, ke parasysh se Shea nuk i vihet kundra ky. Ty në tjerëve ju vetë kundra, ç'a bëjnë këta, ne tani po luftojmë regjimin që ka vjedh votat, këta po kandidojnë për vete, ndërsa për Shea është thotë gjë, që ta bëj garën të pastër. Dhe nesër pas nesër kur ta marri prap thotë ja. Ishte Agron Shea që unë prapë kam mik, prapë do e kandidoje. Kështu ishte filan, ishte fitova unë. Pyetja e radhës tani direkt që ta ndjekim këtë se i kishte bukur fjalën e fundit. Kandidon prapë ai Agron Shea, kur Agron Shea kishte morim shumë vota se Lulzim Basha. Ai i cënon drejt për drejt çdo lloj gjëje të mundshme Bashës. Ai ose do jetë jashtëzakonisht shumë i mirë, shumë europian domethënë që nëse do vërtet ecë do kandidoj prapë. Po me çfarë dim me ndalë kur ai doli që i amori me vota atij. Ai është problem ekzistencial për Bashën. Unë kam 8 vite që roptohem. E të vish ti tani të marrësh mua më shumë vota se sa unë. Morja jo. Si Basha si individ në Tiranë. Jo. Po. Basha ka marrë 15.000, ai ka marrë 8.000, më pak.
Po aty afër, më nesër si figurë. Po si më shteti më që fiksuar gabim apo se. Si mbështetje, si figurë ka vënë Reiça, mbështetje ka ky. Po është pjesa, kjo që thu ti, që nuk do e kandidote më, do note nëse Basha do ishte, unë s'e besoj se i keq Basha, do ishte i keq dhe do kishte bole. Që më plas, unë prap edhe votat e këtij, edhe kështu nuk më plas se më dalin kundra ose kështu, unë i rifitoj prap dhe po e heq këtë, se unë du figurën time. Ai s'është aq, s'ka aq forcë, aq fuqi, nuk e heq, e le aty. Nuk e ka këtë pjesën e Berishës, këtë pjesën e dinjitetit, këtë pjesën që priti çiksi erdhi, këtë pjesën e Setrës, a kupton? Ai nuk do të ketë razira. Po jo, që më zemra, se ti po thoj s'ka atë shpirtin e Berishës, por sa ishim me Josefina Topalli me të gjithë ata të vjetrit që vërtet, ore, ata në mënyrë objektive të pëlqejnë ata do sillnin vota apo plak. Vë kët duash në Shkodër ti nuk si ta si Europën si Josefina Topalli. Po pra, po ato i hoqi. Po ata i cënuan pra. Po pra, po i hoqi me sensin që do merrte më shumë vota, se do thoshte ja, po e pastro ky partin nga ata të vjetrit. E kishte menu këtë gjë. Po pra, gronin çado të tjerë të vjetër. Ata që janë për të pastruar, të tjerë të vjetër Josefina Topalli. Dakor, unë po them, nëse do ishte ai princip që thua ti, nuk ishte Josefina Topalli. Ata në PD kanë pasur mjaftueshëm zgjedhje. Çfarë do donin? Shfasada, këtu nuk të ndjek fare. Po pra, po jo fasad, po them dhe unë, ajo është thjesht një rrugë që gjej ky për justifikim, si më thon. Po e ka këtë rrugë dhe e përdor. Nëse ta paragron se ai s'ka ai. Qa rrugë ka? Qa do thot? Me qa arsye e shkëputë ti? Nuk përputet me parimet e partisë. Është dezertor? Nuk përputet me parimet e partisë, plak. Nuk ka aq guxim, sidomos në këtë situatë që është ai, nuk e besoj. Jo, në këtë situatë që është ai tash, ai nuk guxon të flasi për asnjë, sa ti duhet çdo lloj, po nuk ma më se mendojnë ashtu atë. Në qofse Shqipëria është xhungël, domethënë nga ana politike, PD-ja është xhungël brenda xhunglit. Shqipëria është ajo piku, e kupton, është ajo zemra e xhunglit, aty luajnë të gjitha. Ka stabilitet Partia Socialiste. Jo, si organizim s'diskutohet. Ka jazoni shumë stabilitet, ai është ai kokoçi aty, valla, ju që s'keni sjellë vota, ju që s'keni bën ndryshim i iku. Ai kupton tani ti ça kundër kujt janë ata. Ata janë kundër Robit që fitoi, edhe masi fitoi bën mbledhje partie sikur s'kishte fitu. E kupton? Edhe tani ai edhe nëse është fasad, se më shumë si fasad është. Në fasad i kthehet Rob vetë edhe pse ka fituar. Kurse këta edhe pse ka numër nuk arrin dot i kthehen aty. Çfarë paralelizmi është? Për një individ të thjeshtë, për këtë gjyqin që do bëj Sala, të kalojmë ta kthemi çik të Sala. Çfarë do? Franca, shiko. Tani Europa është kurva e tokës, kur I thon? Po Franca është kurva e Europës. Që po. Çdo gjë mund të vritet nga çdo lloj individi, politike, avokati apo çdo gjë që ka lidhje me Francën. Franca ka vërtetuar të gjithë hartun kohor që mund të bëjë gjëra, domethënë që është mirë, s'është mirë. Ata janë për atë punë janë aty, kupton? Ata janë atë punë për të lozur topin nga I pëlqen atyre. Tani nuk kanë folur me ti vlla për të punë, më duket para di situatën, e kupton, me zhvillimet që ka pasur personalisht, por të flas ama do kenë një mendim tjetër. Ideja është se për nipin, no? Faleminderit. Urime e gjatë. Rof. Tani ai ku atë misioni që pa bashkë tani ata parashtrojmë tani vllai se ne vërtet nuk kemi dituri, domethënë, po është një common sense që duhet të mbizotërojmë mamën në çdo tavolin kafe. Nuk është akuzë. Kur vetë ti këtu si student po marrësh vizën, të thotë ajo s'ta jap vizën. E kupton? Për këtë ose për këtë ose për këtë, sepse ti xha e ke. Po kur ti jep vizën në Shqipëri, që e futesh për vizën në Shqipëri dhe nuk e merr, nuk ka asnjë detyrime. Tani unë olla kam dëgjuar për buçi. Po në radh parë më fal se ndërpreva, në radh parë edhe këtu, në momentin që s'ta jep, mund ta hedhësh gjyq po këtu. Po.
Gjithsesi. Edhe kjo është, a kupton? Ti edhe në gjyq, po edhe në Gjermani, ti nuk mund të shkosh hajde në Spanjë, të në gjyq Gjermani, se s'ma dhan. Po ta paratroj si situatë. Kjo i. Tashi, mua Buçi më ka thënë që Buçi është rob i keq. Në të kaluarën e tij ka bërë këtë. Po unë Buçin e kam duruar për faktin që nuk doja të hyja në punët e veta personale, në këtë rastin ton shtetërore, politika e brendshme. E në rastin tjetër sepse nuk doja të loja unë atë argumentin e keq, na hoqën këta, na e sollën këta. Po. Tani kur unë tash tipo më pyet Buçi im që shikoj ta marr këtë apo jo, të them. Atë ti Buçi mos e pranon shtëpi. Kjo është çështja. Ata kanë informacion të bollshëm nga inteligjenca e vet, se nuk po flasim as për Kosovën, as për Shqipërinë, flasim për Departamentin e Shtetit Amerikan. Ata kanë mjaftueshëm material nga inteligjenca e vet. Plus që gjithë ato materialin e kemi ne. Kupton? Jo më ata që ti keni prova. Diskutojmë. Edhe tani thot ai. Të lutem shumë, zotëri i dashur, unë nuk të dua të hysh ty në shtëpinë time. Ky është gjest. Po ky nuk vjet në rastin e Shqipërisë për faktin që ajo është politike, është më së qartë, është politike, diskutuam ne pak më përpara që pse mund ta kember. Ideja tani pse nuk e konteston dot Sali Berisha këtë, jo Parisit apo gjithë, sepse ajo nuk është as persekutim, ajo nuk është as një akuzë, ajo nuk është një vendim që e merr Departamenti i Shtetit, qysh mund ta merrte shiku jon apo shishi qysh quhet tash. Për një individ të tretë problem asë. Po, e kupton, për çdo lloj personi të mundshëm. Tani si ti mund të hedhësh një në gjykat për një vendim që në parim në ligj, ta marrim ligjin të pastër, është vetë për veten e tij. Nuk ruaj shtëpinë time. E kupton? Ola, unë po them tik nga Shqipëria, kupton? Vriteni. Vijeni në kryqë, kupton? Unë po them fut këtu. Ola, mos hajde pra. Je i padëshiruar në shtëpinë time. Po çfarë duash unë ty në Shqipëri? Po pra, po tani shif ku dalim tani, që ta marrim dhe anën tjetër. Se unë ti e di ne duam Amerikën, vëlla, ne si popull, po paktën flas për mua e ty që kena diskutuar si familje, si kështu. Amerikën e kena si shembull, a kupton? Diskutohet si ka shembull gjithë bota, jo më ne që jemi një copë. Ne duam edhe më shumë, e kemi si vend kështu, po hajt po e shohim gjën tani siç po mundohen ta shohin mbështetësat e Salës, se kuptoj që jo po Amerika kështu, Amerika kështu. Tani ajo që besoj unë, se ky e di shumë mirë që nuk arri gjë me gjykatën. Po që kam i far frike, i far mendimi, një paramendimi që ky do të arrijë atë gjë që gjykata atje, për shembull, gjykata atje ka gjë mund ta thotë. Që vllai dashur, i kërkojmë faktet, jo për pjesën pse ke shpallë non grata, për shkrimin më vëlla, shpifje. Për shpifje edhe ty të hedh në gjyq. Edhe neve me podcastin mund ta hedhin në gjyq. Ke bë shpifje. Mbi fjala. Ku i ke ti argumentet, i thon ato Amerikës, do i thot tani gjykata në Paris. Për këtë gjona ata s'do paraqiten fare se kanë nevojshme. Se kanë të detyrueshme, a kupton, me dhe ata të dalin me një vendim që kanë qenë shpifje. Ky kaq do. Kupton? Se ky shpithson vëlla, nuk e çaj thunga kjo anë, ka venu, ky kaq do, ky nuk do që thot Amerika e kishim gabim neve, tani ti do futesh në Amerikë. Nuk i plas trapi për atë gjë aty. Sa ai s'ka fuqi më me në Amerikë. Edhe me Elon. Nuk do atë gjë. Ai do thjesht një, siç ka bëj historikisht këto më burr. Këto duan thjesht një paragraf, domethënë një fjali të vogël që dali aty nga gjykata, domethënë gjykata mund të dali që dyshojnë për shpifje, por nuk e bëjnë dot çështje. Ky merr atë fjalin e do si më thon si një provë, si një lloj justifikimi, një lloj mburoje, një lloj argumenti për veten dhe për gjithë këta që dalin nëpër studio. Se qëllimi, unë nuk kuptoj qëllimin. Ka që qëllimi mbrojtje morale, a kupton, në sensin që unë them, shiko më vëlla. Edhe gjykata në Paris
tha që mund të jetë shpifje ose është shpifje. Kjo fakti që është minusi demokracisë për këtë gjë një për pjesën non grata. Dhe doli me një një argument që e lëshon tryezave të televizioneve që kur të dalin këto mos trin si pula kështu s'kam ç'a them, po ton si tha gjykata në Francë ishte shpifje. U vërtetua ajo gjë. Vendimin dihet që se lutopi, a kupton? Po nuk ka si vërtetojnë, këtu edhe dalën. Që është shpifje dhe mund ta vërtetojnë më shpejt. Jo, që nuk e vërtetojnë, sepse ajo ta them unë këtë për të jam. Zemra ta shpjegova, do kërkoj argumenta, do kërkoj fakte, nuk do ja çojnë fakte. Se s'kam se t'ja çojnë. Momenti që s'do i çojnë faktet, ajo si gjykat i vendim koti se mund të jetë gjykatë e shkallës të ulët, thotë meqenëse nuk provon, nuk e kështu, këto konsiderohen shpifje. Jo. Na merret ti këtë. Nuk niset ajo. Ore si vetëm si vendim, vetëm si ide. Ore këtë mund mos ta thon fare këta, mund ta zgjasin 10 vjet. Mjafton që këto 10 vjet që do zgjasi, do shtyhet, s'do paraqitet, do shtyhet, ky ka alibi. Për këtë gjë bëhet ajo më dha. Unë kam për atë gjë nuk diskutoj. A kupton, unë kam argument, prit, janë proces gjyqësor, thotë ai. Kur të marroj fol. Ajo mund të jetë mbyll, po këta i manipulojnë gjona. Këta i manipulojnë, sjell raporte ndërkombëtare, e ke pati nëpër studio ç'a bëhet, sillet raporti ndërkombëtar, 100 faqe, ai merr një paragraf, një fjali që do ai, e nxjerr, thotë ja, çka ka thënë raporti. Ai ç'do. Jam gjyq. Më dhe kështu, fakti që ai e ka si alibi. E thotë që është në proces. Sa dali ajo? Është në proces. Procesi mund të jetë mbyll, kush do vërtetë, kush do. Do ja nxjerrin një flet këta të PS-s që shihet se është mbyll procesi, ky do nxjerrë një flet me avokatin që jo procesi është. E di çfarë më duket më jashtëzakonisht kështu domethënë, me që edhe e zauruam përgjithsisht. Ideja është ajo që një e di që është mangësia më e madhe e gjithë këtyre gazetarëve ose pseudoanalistëve që ai vënë emrin vetes sa që se meriton asnjë ripothuese. Individi që ti po e prezumon si hero, në këtë rast Sali Berisha, po mbrohet ka një avokat që nuk është pa diskutueshme që është ekselent. Po ka është në historinë e tij ka mbrojtur plerat më të mëdha të Mesdheut dhe Europës. Diktatorin Tunis, e kupton lloj ç'a po thosh atje shpa. Tani fakti që ti po futesh në atë mesele, edhe po ti je i miri i nënës. Edhe më i miri i nënës të jesh. Ti e kupton domethënë që ti përderisa valet tek ai dagu shikoj se ti je i lyer në mut nga kokat e këmbë. Kupton të lutem. Sa i perceptimi do të dish ti për shembull në fillim kur erdha këtej unë, patëm atë problemin në fillim. Po diskutoja që të merrja një avokat me shty vizën. Pa bëj gjë, a kupton? Kot. Një diskutim që pata me një avokat që ma gjetën shokët e ekipit. Tha shikoj unë absolutisht të vi të përfaqësoj të kështu, po problemi është do ngresh dyshime. Pse? Çfarë po merr ti mu si avokat unë marr çështje që kanë probleme, a kupton? Për çfarë po merr ti mu, domethënë kaq i përlymje ti, kaq keq ndihesh ti, domethënë kaq i papastër. Sa që po më merr mu. Dhe ai me vërtet ai kishte përfaqësuar lloj ndyrësire. Ato të kishës të që ishte ai boti akuzuar për përdhunime, për pedofili. Si përdhunime, pedofili. Kupton? Jo se është më mirë, po gjysmë të keqe, se kupton, por edhe minor tash e kupton. Edhe ai përdhunon pedofila, diktator dhe Sali Berishën. Edhe tani sipas këtyre që janë palë. Bravo. Ai me Sali Berishën do rregulloj gjithë atë faqadën e tij, kupton? Që kësaj radhe në kundërshtim me herët e tjera, ai do mbroj një ëngjëll. Tu e mbyllim daku. Edhe nuk e dim. Buçi te emisioni tjetër. Zoti na ruaj Sali Berishën nga e keqja e madhe që ka në Amerikë dhe Soros. Kujdes frenat mos. Nëse kam patentën shqyr zoti që s'kam patentë, atë biçikletën e kontrolloj vetë gjithkohës. Kështu që deri në një farë pikë jam i mbrojtur tash. Unë bën edhe gjë me biçikletën pastaj. Aty e kam fajin vetëm. Ciao.